Koçova sot përdillon lavdëmirën Nuhi Yusufit, një tjetër veteranit të futbollit shqiptar që na jep lavdëmirën. Me të drejtën, kur e pam sot njoftimin, u pikëllum, sepse Nuhi Yusufi ishte një futbollist që bani pjesë në grupin e vllaznisë të hershme, duke ardhur nga naftari i qytetit Stalin i quajtur atëherë, një inxhinier në sektorin e tij, për një futbollist që nuk ishte me dhëna jashtëzakonisht mira. Përveç saj, ne na vjen keq sepse kena njoftë, kena jetu, kena bashkëtu me te, kena pas një djalë jashtëzakonisht mirë, që gjithë shoqërinë tonë veteranëve jena mbledh e kena diskutu, kena pa, pra na ka lënë mresa dhe na pikëlloi ikja e tij para kohës. Po largohen veteranët e sportit deri pas procesi i jetës kështu është evolucion. Njeriu rritet, zhvillohet edhe ka rrugën tjetër. Nuk mund të ikin kush. Por nena, siç thuhet, gjithkush ka rradhën e vet. Ka herë janë jashtë rradhë disa zona që të prekin. Ne dëshirojmë që familja e tij, fëmijët e tij të jenë çdo jetë, gëzojnë jetë mirë, sepse këtë cikël është mbyll kur i ka ardhur koha. Ne na ka ikë një shok, që kena ndajë shpesh, kena ndajë së bashkut, në për evente veteranësh të tjera, pa dhe kur takoheshëm personalisht, ishte djalë i komunikueshëm, djalë me nivel, që ka lënë mresa në shoqërinë tonë gjithmonë. Klubi Vllaznia vazhdon t'i nderojë ish sportistët e tij. Unë i falenderoj shumë klubin Vllaznia për këtë veprim që bën, sepse është një detyrim moral. Këtyre njerëz që kanë kontribuar në vite dhe nuk ju është njoftë, por do t'i njihet vazhdimisht në raste të tilla, se nuk ka rrugë tjetër. Është gjë e mrekullueshme, duhet falenderuar
kush merr iniciativën e këtyre gjëra, që këta t'i mojnë gjallë dhe t'i përjetojnë, domethënë me kujtimet tona. Ju falenderoj edhe ju shpreh mirënjohje për veprimtarinë tuaj. Tonë sot i jep një lavdë mirë një kolegu tuaj, Nuhi Yusufit. Me Nuhin që po japin bantëlimin e fundit, unë jam rrit në lagjen tira se duda se një aty ka kënë, vetëm rrugica e Muhamet Dibës në ka da. Pra që ish moshën e re, a i ka pas do të dhëna shumë të mira të anë teknike dhe punej derisa që i arriti për shku dhe me ekipin e naftetarit Kuçovës. Mandej erdhin në Shkodër, mas i kry ata detyrat që pat, atje erdhin në Shkodër edhe u aktivizu me ekipin e Vllaznis. Dha kontributin e vetë, si që dhanë e gjithë shokët e vetë, dhe i përjetëshim qoftë kujtimi i tij. Aspekti teknik ka qenë më tepër inspirator për Nuhi Yusufin. Më tepër ai ka qenë aspekti teknik edhe ka takuar në atë kohë me lujt me disa lojtarë të njohur të naftetarit që qyt në atë kohë, me Ismailin portiere, me atë Sulejmanin, pra që ka kënë atë lojtar teknik, kështu që edhe kë i favorizoi ata edhe më tepër në ana teknike edhe taktike që shkoi e luti me Kuçovën. Mandej erdhi në Shkodër, profesor Xhoda që afroi, edhe vazhdoi jetën e tij sportive derisa e marroi. Përveç asaj, Nuhi ka dhënë kontribut edhe në aspektet të tjera të Shkodrës, me drejtuesi i normarjeve, plus asaj ka qenë edhe shumë njeri familjar. I përjetshëm qoftë kujtimi. Do t'ju mungoj në tribunën e stadiumit ku keni ndjekur çdo ndeshje së bashku. Për çdo herë kemi ndaj bashk, kemi komunikuar njëri me tjetrin siç komunikojnë vetë futbollistat, edhe që secili ka pas mendimin e vet, pa ama gjithmonë edhe jena mërzit, edhe jena kënaq për lojës së Vllaznis. Kështu që me këtë rast i uroj edhe sot Vllaznis një fitore ndaj Durrësit. Rauf Shanga, largohet nga kjo jetë edhe Nuhi Yusufi. Tha drejt në ardhi keq, unë e mora vesh edhe njëve sikur diqa dhe të ndodhin, se Zyli Basha i ka kërku me telefon qoqës që me pru kartën e identitetit. Aja i ka thonë, ja, nuk e dona. Zylia ka me t'i shëreti. Njërë për ta që ti më shko kënë pa qefa në gjanë që shkote me dhe që është me kësa pas problemet. Në ardhi keq shumë, se ka kënë ideali mirë, unë e kam jo fshish në qytet Stalin, kur kam lujt me Peqinin me kategorinë e dytë, e në nesh disa herë, ka kënë titullar me skuadrën e qytetit Stalin. Aty jam njoftun me Nuhin, që kena lujt disa herë aty. Edhe atëherë kur erdhe në Shkodër, erdhe edhe Nuhi, kena lujt edhe Davide. Nuhi e la ma për para, ka kënë një lujtar teknik, i shpejt, i shkath ka kënë, kryesote, bante, shtev shumë. Edhe a i kujtën neshen me Skenderbën. Pa kënë i balë dhe madhe. Ata pretendoshin me marri barazim, kena ba 24 korni që ose e manimen. Thet Nuhi që ka gjujtë edhe Nuhi kornit, është me Halilin, edhe s'mujt me depërtu, aja ishte që i kishte me të mënda ti, i ndeshje e fort. Një djallë shumë i mirë, s'kena qa, e ngushtojnë familjen. Shallën gëzime. Ahmet Meta, sot largohet nga kjo jetë edhe Nuhi Yusufi, një tjetër veteran i futbollit shqiptar. Na erdhi shumë keq, se na e morë me vesh një 4-5 ditë për para kur ishim në stadium, që na mungaj, se ishim të zakonshëm të që shikëm neshjet, a i na mungaj dhe na thanë që është i smurë. Edhe na u befasur, me thanë të drejten, kur morë me vash lalmin e hidhër. Me unë kam shumë pak kujtime për arsye se në atë periudhë ai ishte më afër, unë ishe më larg, edhe unë e kujtaj si një sportist të dalluar, që kishte një amërësi shumë me topin, ishte një kryesues i mirë, një djalë i mirë, kështu që me Nuhin më kroi një respekt të veçantë, në aspektin njerëzor si një njeri shëmbullor, me edukat, me kulturë, e cilin asnjëherë nuk ishte, por gjithmonë ishte përballës edhe pozitiv.
Dhe pas jetës sportive keni vazhduar Normal, miqësinë, shoqërinë në jetën e përditshme. është vërtet, ne na keni bëllë i gjatë mirë që na keni bashku veteranët aty dhe ju shikojmë neshet, diskutojmë edhe çdo gjë me thënë kena marrë atë lidhje njëri me tjetrin, që është një gjë mirë për ne veteranët, si me thënë që mbas me humb atë traditë. Qoftë i përjetshëm kujtimi i tij. Maria Aslani, një ish drejtues i kaheshëm i klubit Vllaznia i Sportit Shkodran, sot në Shkodër i ardhur nga Amerika, por që po respektoni një figurë denjore si Nui Jusufi që u nda nga jeta. Me keqardhje e niva lajmin e ndarjes nga jeta të Nui Jusufit, merrdi jashtëzakonisht keq. Ka qenë një ndër sportdarësit dhe njerëzit më të afërm veçantit futbollit. Gjithë jetën e tij nuk shkote ditë pa u taku, pa e pa në stërvitje të ekipit. Kur shkoshin me përreth e gjithkund nuk ishte mbrapa, më thënë një tifaz, një njeri dhe një pasionant i futbollit. Vjen shumë keq që ndahet nga jeta, por njeriut një herë jepet kem edhe kuptohet që të gjithë do ta lënë një formë tjetër, por merr dhe keq në ushtrim me familjes të afërme, sportdarëve farafisit. Në njerëz të tillë për sportin janë të rrallë.